gënjen pranvera, këto janë përgjigjet e mia për Yellow Talks. Apo na gënjen industria ushqimore, mashtrimi më i madh që shitet si shëndet. Industria e ushqimit nuk na gënjen direkt me fjalë, kështu, po na gënjen me marketing. Bim prej e mashtrimeve të kompanive që prodhojnë, domethënë, ushqim ose të industrive të ushqime. Ka mashtrime shumë që na bohen, për shembull, janë produktet fit ose që shkruan produkt pa sheqer. Princip ato kanë shumë sheqer dhe nuk konsiderohet një produkt fit. Ti ai që e bën atë produkt fit. Kështu që gjithmonë duhet jemi vigjilent edhe t'i lexojmë etiketat mbrapa ushqimeve se çka në realitet përmbajnë ato produkte që na promovohen në atë formë. Produkti që duhet të zhduket nga marketet, sepse është helmi i pastër. Unë konsideroj që nuk ekziston produkt që duhemi me zhduk prej tregut të ushqimit. Çka duhet kemi kujdes është përdorimi i tyre, pra mënyra që i përdorim. Keq përdoren shumë, në rastin konkret e kemi me pijet energjike. Pijet energjike në rast se përdoren të trit, domethënë abuzohet me to dhe përdoren në sasi të mëdha, ulin përqendrimin, rritin rrahjet e zemrës, por njëkohësisht shkaktojnë ankth edhe pagjumësi të mëdha. Kështu që këtu duhet të kemi kujdes. Personat cilët janë kompetent për me tërheq një produkt prej tregut janë agjencionet, organizatat botërore të cilat kur e tërheqin prej tregut e tërheqin prej tregut global. A na dëmtojnë dietat e shpejta më shumë se mbi pesha? Me raste, po, vjen keq që them, po një dietë e shpejtë, ajo as nuk ta ndrish trupin, as nuk të bën mirë në shëndetin brenda. As ki mu dok mirë, po as nuk ka me të ndihmu për shëndet. Çka është mirë me bo një kulturë, ta bëjmë një edukat, të edukohemi çdo ditë me u mundu me bo dietë ose plan të ushqimit, se vetë dieta nuk kupton diçka që hajmë dhe diçka që pimë. Pra, të kemi kujdes çka po hajmë çdo ditë, të kemi kujdes çka po pimë çdo ditë. Pra, çka është më e mira edhe që ka një qëndrueshmëri të madhe është ushqimi i balancuar, që nuk kupton proteina, karbohidrate dhe yndyrna të mira, aktiviteti fizik, uji edhe gjumi. Këto janë komponentet më të mira që kanë me të majtë fit. Pse humbim peshë shpejt dhe e marrim 2 fish më vonë? Ku gabojmë? Humbja e shpejtë e peshës nuk djeg yndyrë. Nuk jemi të hupim yndyrë, po çka hupim në këtë rast? Hupim masë muskulare të trupit edhe hupim ujë. Kjo manej e çon trupin, për shembull, mu untu ma shpejt, edhe manej me marrë qatë kompenzim, hajmë 2 fish për me kompenzu që ato që e kemi hup shumë shpejt. Kështu që ma e mira është me pas qëndrueshmëri, me shku ma kadale edhe ma pas stres. Me flajt mirë edhe njëherë, mu hidratu, me hangër me balancë. Ushqimet për fëmijë, të sigurta apo të rrezikshme? Përgjithësi janë të sigurta, po janë të pashëndetshme. Në krejt rastet janë të pashëndetshme. Kështu që duhet kemi kujdes shumë në këto ushqimet ku shkruan për shembull biskota për fëmijë ose langjet, të cilat promovohen langjet të frutave, në realitet ato veç fruta nuk përmbajnë. Kështu që janë mandej edhe këto ushqimet ose dritrat e ndryshme që janë vizualisht të bukura ose me personazhe që fëmijët i adhurojnë. Këto për shembull përmbajnë sasi të madhe të sheqerit edhe të yndyrnave të cilat janë të përpunume. Pra, këtu çka duhet kemi kujdes, jemi shumë vigjilent, është t'i lexojmë etiketën mbrapa çdo ushqimi që paraqet realitetin se çka përmban brenda. Superfood, realitet apo marketing? Superfood, unë mendoj që është marketing. Nuk ka ushqim që të bën magji, të bën mirë ose të bën keq me një përdorim, as për një javë, as për një muaj. Kështu që unë konsideroj që superfoodi është komplet marketing. Ma e mira është me u ushqy çdo ditë me ka pak vitamina, ka pak minerale, të cilat i merr përmes ushqimit. Balanci gjithmonë është më i miri. Nuk mundesh për një javë edhe për një muaj mi bo mrekulli trupit. A është buka problem apo kemi fajsuar ushqimin e gabuar? Bukën nuk e konsideroj edhe mendoj që nuk është problemi. Problemi qëndron te ajo, për shembull, sa bukë ne hajmë edhe me çka e hajmë bukën. Në përgjithësi na shqiptarët janë të prirur me hangër bukë me makarona ose orizin me makarona. Këto çka duhet kemi kujdes. Me konsumu bukën, për shembull 2 copa bukë, mujna me i konsumu me vezë, për shembull kombinon proteina, mundesh me një yndyrë të mirë të shëndetshme që mundesh mas pakti pak vaj ulliri me qit me një sallatë vogël, edhe me kos.
Kështu që kjo është një kombinim i bukur që buka nuk të bën dëm. Buka të bën dëm kur i han 4 copa me pak salcë aty me prek ose 4 copa bukë me gjem. Që kjo të ngop për momentin, po ka me të untu shumë shpejt. Pijet energjike, sa të rrezikshme janë? A i lejoni fëmijës suaj? Pijet energjike është një problem shumë i madh te trajtimi këtyre moshave të reja. Pija energjike të triturit, nëse përdoret me mas, nuk paraqet probleme shëndetësore. E te trinj, sidomos ndër moshën 18 vjeçare, paraqet shumë probleme. I treguam edhe një herë tash që flem pa gjumë të shkakton ankth, çon depresion, të shkakton trohurat e zemrës i rrit shumë, nuk mundesh mi kontrollu edhe mendon që ke problem me zemër, diçka vrapojmë, bëm intension, kemi panik. Kështu që duhet me pas shumë kujdes tek kjo pjesë. A i lejoj fëmijët e mi me përdor. Fëmijët e mi ndoshta krejt ku mund me pa një pije energjike janë marketingu, reklama, dika në për qytet, se as në televizion ne nuk shikojmë. Pyetja që njerëzit kanë frikë, t'ja bëjnë një nutricionistje. Shpesh më pyesin, a ka ndonjë ushqim që nuk bën hiç me hangër, cila ma e keqja ti heki pe menys? Nuk ka ushqim që s'bën me hangër hiç, krejt do të me hangër, po dush me hangër prap me balans. Unë planet që shpesh i bëj të ushqimit, shpesh kam edhe pite edhe fli, se shqiptarët e kemi ushqim tradicional që është vështirë me u shkput pej tyne. Do me thonë, mundesh me hangër edhe flin, mundesh me hangër edhe pitën, po këtu konsiderohet sasia ose masa sa konsumojmë, ajo që i shkakton dëmet. 3 ushqime që do të ndaloheshin më një herë, nëse ju do të vendosni të rregullat në Kosovë. Shoqër që jam kompetente me vendos rregulla, po sido që tjetë nuk isha ndalu, çka kisha bo është mi vendos për shembull për këto produktet e fëmijëve, promovimin, marketingun e produkteve të fëmijëve e kisha ndalu me ligj, sepse janë kategori cilët realisht prej industrive të ushqimit manipulohen pak ma lehtë, për që ata janë të i përdor fëmijët, më thonë marketingun e produkteve për fëmijë, për mirit shitjen e tyne. Pra marketingun e kësaj e kisha ndalu, kisha ndalu edhe marketingun e pijeve energjike. Nuk ka të nevojë të promovohet një produkt për shitje që shkakton shumë dëme në organizëm, edhe e treta ndoshta kisha ndalu me ligj reklamimin e këtyre produkteve për shembull për detox ose fat burning ose me djeg që ky produkt ta djegi ndyrën, çto kapsula janë për shembull për me t'i hek toksinat prej trupit, që kjo krem për çto. Këto janë mashtrime të kompanive që i prodhojnë. Nuk ka produkt që ta djeg i ndyrën organizëm. I ndyra, pesha hub, kur han ma pak, edhe rrit aktivitetin fizik. Veç këto dyja të ndihmojnë me hub peshë. Pra, çto kryesisht janë rregullat që i kisha vendosur nëse kisha pas fuqi.